Personi që shihni në këtë fotografi është Nikola Nunka, 72 vjeçari që ushtronte detyrën e kirurgut në urgjencën e Korçës, i cili u arrestua këtë hënë për ngacmim seksual. Sipas hetimeve paraprake, reja ishte paraqitur në urgjencën e spitalit për shkak të dhimbjeve të forta të barkut, e ku më pas ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale për apandisit. Ka qenë vetë 21 vjeçari ajo që ka kallëzuar mjekun 72 vjeçar, duke pretenduar se gjatë kontrolleve mjekësore është prekur në mënyrë të papërshtatshme në pjesën intime, nën pretendimin e kryerjes së ekzaminimit. Babai i vajzës deklaroi për mediat se vendosi të njoftonte autoritetet pasi e reja i tregoi për episodet e ngacmimit në shtratin e spitalit. E vën operacionin, doli nga operacioni mirë, e lanë në dhomë atyja. Pasaj thanë edhe që ka infekcion, ta? Do ta ndikojnë nga infekcion. Jo, okej, thanë. Nisi pasaj, ta do infekcionin, ta do dojë të mamaja tende, ta që ka bejta. Në prezencë mamas tëndet. Në prezencë mamas time, ai kishte bërë me primet e tjera që i bëri çuka tani më. Po kërkoi këtë vetëm drejtësi. Zyrtarish Spitali Rajonal i Korçës thotë se mjeku Nikola Nunka do jetë i pezulluar nga detyrat deri në sqarimin e situatës. Pas arrestimit nga uniformat blu, 72 vjeçari pritet të dalë para gjykatës për caktimin e masës së sigurisë. Nga ana tjetër, vajza 21 vjeçare ka lënë ambientet e spitalit.